Ja ku po takohemi të nderuar ndjekës të mi, këtë herë për t'i dhënë vëmendje një lajmit i cili ditën e djeshme na traumatizoi të gjithëve. Në këndin e babait dhe në këndin e baballarëve disa nga artistët, por si zakonisht Luizeli është shumë i zëshëm në ngjarje të këtilla. Një ngjarje që unë nuk doja as ta komentoj, as ta flas e as ta sjell pranë jush se deri ku ka arrit budallalliku, në qoftë se kjo ngjarje rezulton nga gjykata dhe nga policia dhe nga të gjitha deklaratat, por edhe vendimet mjekësore, nga të gjitha analizat që do t'i bëhen këtij bebit, kësaj vajzës, të del domethënë një rast i vërtet. Ditën e djeshme të gjithë u tronditëm nga një rast ku në Shqipëri një baba kishte abuzuar me vajzën e tij të mitur dhe rastin e kishte denoncuar në polici bashkëshortja e tij apo nëna e vajzës. Unë kam lajmin në dorë, më pas për të sjellur pranë jush edhe reagimin që ka bërë protagonisti dhe artisti i nderuar Luizeli. Një rast i rënd i abuzimit seksual me të mitur ka ndodhur në Sheqishte të Bashkisë në Patos. Një 12 vjeçare është abuzuar seksualisht nga babai i saj me inicialet Z.M, i cili tashmë ka rënë në prangat e policisë. Në një prononcim për mediat, nëna e vajzës 30 vjeçarja me inicialet J.M rëfen me slotësh se si vajza ishte larguar nga banesa në orën 4 të mëngjesit dhe ka shkuar tek fqinjet pasi ishte përdhunuar nga babai. Deklarata e nënës është kjo: jam nën e 7 fëmijëve. Mbrëm ka ndodhur një ngjarje shumë e rëndë. Në orën 4 më njofton vajza e dytë që ka ikur vajza e madhe nga shtëpia. Unë grita dhe nuk gjeta vajzën. Njoftova policin. Policia gjeti vajzën. Ajo kishte treguar që babai e kishte përdhunuar. Kur shkova në polici, mora vesh çfarë i kishte bërë babai. Goca nuk fliste fare, ishte e acaruar, zdihej me vëllezërit edhe me motrën. Vajza kaloi në depresion sa u detyrua, u largua nga banesa. Vajza kishte deklaruar që e kishte përdhunuar edhe më parë që 5 vjeç. Unë nuk dija gjë, por kur e mora vesh, më ra si bomb. Vajzën e kanë çuar në Tiranë tani për rehabilitim. Të kalbet në burg të marrë dënimin e merituar, unë do bëhem një nënë e fortë për fëmijët e mi, tha ajo. Do me thënë, kjo është deklarata e nënës 30 vjeçare me inicialet J.M nga zona e Sheqishtes të Bashkisë së Patosit. Do me thënë, një deklarat e cila ka tronditur popullin shqiptar, një vajzë e cila është larguar nga shtëpia e saj në orën 4 të mëngjesit. Do me thënë, vajza më e madhe e kësaj familjes është një familje e përbërë nga 9 antar, do me thënë, zotëria në fjalë, babai i fëmijëve, nëna edhe 7 fëmijë të tjerë, ku nëna është lajmëruar nga vajza e dytë që motra e saj e madhe, do me thënë, bia e kësaj shtëpie, është larguar nga banesa në orën 4 të mëngjesit. Sipas deklaratës së nënës, e cila ka njoftuar menjëherë policin dhe policia ka gjetur vajzën dhe e ka dërguar drejt stacionit policor, do me thënë kështu tregon deklarata, sipas deklaratës së nënës, nëna me këtë të vërtetën është ballafaquar në momentin kur ka vajtur dhe ka takuar vajzën në polici, kur policia dhe inspektori i ngjarjes ka treguar se çfarë ka deklaruar vajza, ndërsa vajza ka shfaqur, do me thënë pjesë, ka shfaqur shenja depresive, shenja nervoze, është shndruar në edhunshme me motrat edhe me vëllezërit e saj gjatë kohës kur ka qëndruar në shtëpi. Do me thënë vajza, sot bëhet fjalë për një vajzë 12 vjeçe nëse nuk gabohem, ndërsa 12 vjeçe, ndërsa babai i saj është më i rritur në moshë, do me thënë bëhet fjalë 35-36 vjeç.
Sipas deklaratës së vajzës, babai ka abuzuar në mënyrë seksuale me vajzën që në moshën 5 vjeç e deri në moshën 12 vjeç. Domethënë kjo është çnjerëzore definitivisht. Nëna e vajzës thot që vajzën e kanë çuar në Tiranë në rehabilitim dhe me patjetër që do të merre njerëz kompetent me vajzën edhe në pyetje, por do t'ja bëjnë edhe të gjitha analizat për të vërtetuar që kjo gjë është e vërtet. Dhe më pas nëna kërkon që bashkëshorti i saj, do me thënë baba i vajzës, të kalbet në burg. Ajo pohon gjithashtu se vajza është abuzuar sistematikisht që në moshën 5 vjeçare, por nuk ishte në dijenin, ndërsa tregon se vajza kishte sjellje agresive, por nuk i tregonte askujt. Ndërkohë 30 vjeçaria në këtë situatë të rëndë ka mbetur edhe mes 4 rrugëve. Nën e 7 fëmijëve, ajo nuk ka asnjë të ardhur financiare, mes lotësh apelon për dënim të ashpër për bashkëshortin dhe për ndihmë nga institucionet, ku shpresoj që në këtë rast institucionet të ngriten dhe të ngrejnë zërin, sepse definitivisht nga të gjitha rastet që po ndodhin të njëpasnjëshme në Shqipëri, do me thënë institucionet janë në dështim e sipër. Për këtë rast ka reaguar edhe një personazh me ndikim shumë të madh, por një personazh që dua ta komplimentoj, i cili famën e tij nuk e përdorën vetëm për interesa personale, por e përdorën edhe për të kërkuar zërin e drejtë, edhe për të folur për të drejtën, edhe për të ngritur në këmbë të drejtën. Është personazhi vetëm edhe që u ngrit për të ndihmuar edhe familjes së Martin Canit, një familje që u godit rënd nga vdekja e djalit të tyre 14 vjeçar, Luiz Eili. Luiz Eili ka reaguar edhe për këtë rastin, hapurazi në Instagramin e tij personal. Mbëriti në gjykat, thot Luizi, ai që abuzoi me gocën e tij. Po të isha, thot unë kryeministër, nuk do të priste ai as polici, e as prokuror, e as gjykatë. S'do kishte nën kushtetut që ta mbronte atë. Do t'i lidhja vet litarin rreth qafës dhe do ta varja në mes të sheshit ditën me diell, para gjithë popullit, dhe mos më flisni për të drejta. Ata s'kan as shpirt, as zemër, as fytyrë njeriu, s'kan as vend mes nesh. Ky vend ka nevojë për një tërmet drejtësie. S'ka më prit se do të flas shteti. Jo, shteti, thot, jemi ne. Një kom që hesht kur preken fëmijët është i vdekur përpara se të vritet. Drejtësia nuk vjen nga tavolina me letra, por nga zemra që digjet kur shep pa drejtësi. Dhe po, më mirë një popull i egër për drejtësi se sa një shoqëri e butë që hesht përballë një monstrit që po ndodhen në vendin ton. Në fakt, fjalët e Luizit janë fjalët që edhe unë do t'i kisha thënë në këndin e një gazetarit. Shoqëria jonë, unë e thash edhe në natën e mbrëmshme, e cila u hap si një temë në live, do me thënë, shoqëria jonë po shkon drejt rënimit, po rënohemi çdo ditë më shumë, drejtësia është të shndruar në drejtësi, gjërat po vdesin, asnjë gjë më nuk ka kuptim, të gjithë institucionet pa marrë parasysh, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, kudo që janë shqiptarët, të gjithë institucionet i kanë shndëruar në karige personale, qëllimi i tyre është vetëm të marrin karigen edhe të fitojnë lek për vete dhe nuk ju intereson fare qoftë apo preken fëmijë apo preket dikush tjetër. Unë shpresoj që në raste të këtilla të ngritet zëri dhe të jepen dënime të merituara. Ky ishte reagimi i Luizit, por le të mos jetë vetëm reagimi i Luizit, le të jetë reagimi të gjithë artistëve shqiptar që famën e tyre mos e përdorin vetëm për klikime, por le ta përdorin famën edhe aty ku ato e ndjejnë veten e tyre që janë indikator të fortë. Sepse nëse sot je një personazh publik me një famë të madhe dhe me klikime shumë në Instagram, dije që je zëri edhe i një populli apo je zëri edhe i një qytetari të thjeshtë. Ky është reagimi i Luizit, por ky është reagimi edhe i të gjithë ne gazetarëve, të cilët e kemi të detyrueshme të reagojmë në raste të këtilla.